nuk ja ke ngjen se të mbyti puna e spekullimit, se kërkon të trashësh zverkun me fukarallëkun e të tjerëve. Sot kujtojmë një nga figurat më të rëndësishme të skenës dhe ekranit shqiptar, Bujar Lakon, i lindur më 9 maj 1947 në Tiranë. Ai la pas një karrierë të pasur artistike, duke u kthyer në një prej emrave më të spikatur të teatrit dhe kinematografisë shqiptare. Shumë ushtarë tanët nuk patën asnjë lloj varri, ku famat e tyre i zhdukën e gërsirat këtyre shkrepave. Pas përfundimit të studimeve në Institutin e Lartë të Arteve, ai nisi rrugtimin artistik në teatrin kombëtar në vitin 1973. Shpejt u bë i njohur për publikun përmes roleve në filma si Në fillim të verës, Përballimi, General Gramafoni, Ball për ball, Udha e shkronjave, Kthimi i ushtrisë së vdekur dhe shumë prodhime të tjera që mbeten pjesë e fondit të artë të filmit shqiptar. Kjo bazë u krijua për mbrojtjen e kampit socialist. Paralelisht me kineman, Bujar Lakon ndërtoi një profil të fuqishëm edhe në teatr, ku interpretoi rreth 70 role, duke sjellë në skenë personazhe të paharrueshëm nga dramaturgjia shqiptare dhe ajo botërore. Interpretimi i tij u vlerësua gjerësisht për forcën dramatike, finesën artistike dhe aftësinë për t'u shndërruar në çdo personazh. Po, kush e merr vesh punën e tyre, që paru hëngrëm tani na marrin me makinë. Gjatë karrierës së tij, ai u nderua me disa nga vlerësimet më të larta artistike në vend dhe jashtë tij. Në vitin 2005 fitoi Palmën e Artë si aktori më i mirë në Cairo International Film Festival për filmin Magic Eye, një nga sukseset më të mëdha të arritura nga një aktor shqiptar në një festival ndërkombëtar të kategorisë A, ndërsa në vitin 2013 u dekorua me titullin Nderi i Kombit. Edhe pse u nda nga jeta në vitin 2016, Bujar Lakon mbetet një emër i pashlyeshëm i artit shqiptar, ndërsa veprat dhe rolet e tij vazhdojnë të jetojnë në kujtesën e publikut. Do qoftë juve i udhim se të jetojë njerëz. Thash se do t'i sjell kufama.